Në prag të samitit të Sarajevës, zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian dhanë sërish një mesazh për kraje dhe mbështetje ndaj vendeve të rajonit, duke deklaruar se ardhmja e tyre është në BE. Integrimi i Ballkanit perëndimor në familjen evropiane mbetet një prej sfidave të fundit për krijimin e një Europe demokratike dhe të bashkuar, tha shefja e diplomacisë europiane Catherine Ashton në një deklaratë publikuar nga mediat serbe. Ajo theksoi se nesër në Sarajev, BE do të rikonfirmojë vendin e Ballkanit në Europë dhe perspektivën europiane të rajonit. Po kështu edhe komisioneri europian i zgjerimit Stefan Füle u tregua po kaq inkurajues, duke thënë se takimi nesërm do të jetë një konfirmim i vazhdimit të procesit të zgjerimit të BE-s. Ndërkohë, disa nga deputetët e Parlamentit Evropian shprehin rezerva mbi nivelin e bashkëpunimit rajonal, veçanërisht sa i përket marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Në këtë kuadër, autonomia për minoritetin serb në veriun e Kosovës është një opsion që po bisedohet mes qarqeve europiane, ka deklaruar nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në PE dhe njëherësh nënkryetari i delegacionit të PE-s për Evropën Juglindore, Hanes Svoboda, në një intervistë për Radio Kosovën. Sipas tij, plani i Ahtisarit duhet të adaptohet sipas modelit të Daytonit për të mundësuar autonominë për serbët në veri. Svoboda nuk ka përjashtuar mundësinë që edhe për kosovarët në luginën e Preshevës të negociohet po ashtu statusi i autonomisë. Ndërkohë, eurodeputetja gjermane Doris Pack shprehu shqetësimin e saj që çështja e Kosovës nuk është zgjidhur ende, ndërsa pritet vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Serbia dhe Kosova nuk mund të hyjnë kurrë në Bashkimin Evropian nëse nuk do të jenë fqinjë të mirë, tha Pack, cituar nga e përditshmja koha ditore. Parlamentarët europian thanë se zgjidhja gjithmonë është përmes dialogut, duke konsideruar se rrugdalje tjetër nuk ka për situatën në të cilën aktualisht janë marrëdhëniet e të dyja palëve. Deputeti sloven dhe nënkryetari i delegacionit për marrëdhënie me Europën Juglindore, Jelko Kacin, tha se samiti nesërm nuk do të kishte kuptim pa pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë. Ai shtoi se BE nuk do të ndryshojë kriteret aktuale dhe se vendet janë vetë përgjegjëse për dinamikën e procesit të antarësisë.